A e dini që gjithmonë është folur për një fis shqiptar, i lirë më mirë të themi, në zonën e Pakistanit. Është tribuja ose fisi i Kalashve, i cili ndodhet në kufirin midis Pakistanit dhe Afganistanit. Është një fis shumë i vogël, vetëm 4.000 persona, i cili nuk ka asnjë lidhje, po e quaj etnografike, me pjesëtarët e tjerë të tribuve të Pakistanit. Nëse do të shihni këtu është veshja e një vajze kalashe, ndërkohë që kalashët janë me lëkurë krejtësisht të bardhë dhe me sy blu. Pretendohet që së bashku me një tjetër, me hunzat, me një tjetër fis të Pakistanit, janë pasardhësit e luftëtarëve të Aleksandrit të Madh, ilir, grek apo maqedonas, të cilët u vendosën në Pakistan gjatë fushatës indiane të Aleksandrit të Madh. Në fakt, petë ata e mbajnë veten si pasardhës të Ballkanasve, edhe hunzat, edhe kalashët janë shumë pak, shifeni syt blu të atij burri dhe veshjen, për këtë arsye janë krejt ndryshe nga pjesa tjetër e Pakistanit, por vërtetimet e fundit kanë treguar që bëhet fjalë vetëm për një përqindje shumë të vogël të ADN-s që realisht është vërtetuar që vjen nga Ballkani. A ka fise me origjinë shqiptare në Pakistan? Të paktën zyrtarisht në folklor dhe në historinë e këtij vendi flitet për kallashët dhe për hunzat, por historikisht vërtetimi është shumë i vështirë me përjashtim të ADN-s që tregon që kanë prejardhje nga Ballkani.